Ja dhe kemi sërish së bashku dhe të flasim për ortopedin në disa dimensione së bashku me Dr. Durim Hacanin, i cili do të na sqaroj disa aspektet të këtij drejtimi kaq të gjerë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot për të folur për ortopedin në përgjithësi dhe në disa aspekte të ndryshme të cilat do i bisedojmë për gjatë bisedës tonë sot. Kënaqësia është ime, faleminderit që më vjen mirë me ju në Allcat. Kënaqësia është e jona. Më thoni pak, kur e mendojmë ortopedin, na vijnë në mendje shumë gjëra, por çfarë është kryesisht ortopedia? Çfarë është kjo degë kaq e gjerë, nëse mund ta themi, dhe pse pikërisht ju keni zgjedhur këtë që të merreni me këtë degë? Okay. Ortopedia faktikisht mjekësia është degë shkencë shumë e thellë ku ortopedia bie në atë degë dhe është degë specializuar ku mirret me shumë problematika. Pahamendu do i numëroj, mirret me problematikat e endoprotetikës, problematikat e fëmijëve, problematikat e mjekësisë sportive, problematikat e tumoreve, si i themi neve, dhe problematikat e frakturave që ndodhin te pacientët tonë. Po ju pse e zgjodhët pikërisht këtë drejtim? Atëherë mjekësia ka qenë dëshirë e kakmotshme imja, kam dashur të bëhem si mjek, mirë po ortopedia më zgjodhi mua. Si mundet një drejtim i tillë, i cili duket pak kështu si i ftohtë si drejtim dhe është shpesh merret edhe me raste emergjente, si mundet një drejtim i tillë që zgjedh ju? E vërtet. Për ortopedin, kur fillova në specializim mbasi mbarova mjekësinë, aty ishim në për turnuset dhe ja që na la mbresa shumë dhe e zgjodhëm ortopedin, ashtu më shumë si tip që e don adrenalinën. Edhe ortopedia është mjaft degë e gjerë, e cila na shërben shumë për të mirën e popullit tonë, për mjekësinë. Ju e ushtroni këtë si profesion dhe më intereson se në praktikën tuaj të përditshme, me cilat probleme ballafaqoheni më shpesh, ose cilat janë ato situatat para të cilave jeni gjendur ju më shpesh? Ortopedia mirret me shumë problematika janë shumë të shpeshta, kohës së fundit nuk mund të them, mirë po çdo ditë hamendemi me shumë probleme. Zakonisht ditët ambulantore neve i kalojmë me pacientë të cilët i kemi me dhimbje të shpinës, dhimbje të gjurit, po kemi edhe pacientë që kanë lëndime serioze si frakturat, që ato duhen të rregullohen, operohen më njëherë, kurse problemet që janë me degeneracione, me dhimbje i trajtojmë në çfarëdo mënyra konservative dhe mënyra të ndryshme. Kjo dhimbja e shpinës dhe e belit më duket sikur është bërë një temë diskutimi në të gjitha grup moshat, sa i përket si pacient, a vinë më shumë ata të cilët janë më të moshuar me këtë shqetësim, ose tashmë ka ndryshuar, vinë edhe mosha më të reja? Mund t'i ndajnë në dy grupacione. Më herët kemi pas pacientët që kanë qenë shumë në moshë dhe janë kohën me dhimbje të shpinës dhe mesit. Mirë po kohëve të sotme, kemi edhe pacientë që janë në moshë shumë të re dhe vinë që janë kohën që kanë dhimbje mesi, ose me dhimbje të shpinës. Ato pacientë më shumë asociojnë dhimbje muskulore, nuk kanë probleme të themi me kocin, sepse ato pacientë pozitën se e mbajnë, se si rrinë, e kanë të palakmueshme dhe për atë më shumë asociojnë dhimbje muskulore se sa dhimbje më serioze të themi ortopedike. Ne gjithmonë kur e mendojmë ortopedin, na vijnë në mendje salla dhe e përmendët e ju se ka shpesh problematika të cilat zgjidhjen e kanë direkt tek operimi. A është gjithmonë një problematik që lidhet me ortopedin, zgjidhja e të cilës duhet jetë patjetër operimi? Si është puna me këtë raport, sepse gjithmonë është kjo frika? Absolutisht jo. Ne pacientët tonë ta veçojmë vetëm nëse pacienti ka ndonjë frakturë, atëherë duhet të operohet. Padyshim ka edhe frakturat që neve i trajtojmë në mënyrë konservative pa operacion, në mënyrë kirurgjikale. Mirë po, ka disa raste ku janë sëmundjet të avancuara, të folim për sëmundjet ortopedike, që nuk ka më ndihmës nga ana konservative, me medikamente ose me injekcione ose të themi me terapi fizikale, atëherë duhet të operohet. Të përdoret kur të harxhojnë gjitha resursat e mënyrës konservative, atëherë vjen pyetje, si them neve, briski ose operacioni. A është ndoshta zgjidhja operacioni atëherë kur pacienti vjen shumë vonë?
pra kur kjo gjendje është veç më e përparuar, ose nuk ka lidhje, mundet që të jetë diçka që ka ndodhur kur flasim për dhimbjet, jo për fraktura, se frakturat dihet që atëherë ndodhin, atëherë duhet të trajtohen. Por kur flasim për dhimbjet të cilat mund të zgjasin me vite, a është ndoshta një reagim i vonuar që çon deri tek operacioni, ose jo domosdoshmërisht? Zakonisht te neve ndodh ajo, se pacientët ton zakonisht ju vendojnë. Na vinë në kontroll, për shembull, na vinë në kontroll shashallankohen me dhimbje gjure ose dhimbje të korllukullës, edhe ato pacientë neve ju them që janë në fazë të hershme ose të mesme dhe këtu indikohet operacion. Mirë po pacientët tanë pak hamenden, frigohen, ikin, mendohen, edhe vinë pak më vonë, ku atëherë mos zgjidhet vetëm është operacioni. Kështu që më mirë të kem frikë dhe të vinë pak më herë, se sa ta lëmë për më vonë dhe atëherë të realizohet ajo prej të cilës kam frikë. Unë mendoj se duhet dëgjohet fjala e mjekut ortopedit në këtë rast, se kur të indikojë për operacion, ose kur të thotë se këtu mund vetëm kirurgjia të kryejë punë, duhet vendoset sa më herët aq më mirë për pacientin. Ndoshta është më mirë që sa më herët të bëhet operacioni aq më e shpejtë dhe më e lehtë është edhe ajo periudha e rikuperimit? Patjetër që mund të jetë më e shpejtë, mirë po edhe nëse vonohet prapë rikuperimi do jetë i njëjtë, mendoj do rikuperohen shumë shpejt ata. Nuk kam probleme ashtu. Një deg e mjekësisë dhe sidomos që lidhet me ortopedin është edhe mjekësia sportive. Unë nuk e kam pas të njohur deri në momentin që hyra vetë në studimet mjekësore dhe e kuptova që ekzistonte një degë e tillë dhe që merreshte me shumë pacient, pra me dhe me problematika të ndryshme. Por për ata që ndoshta nuk e dinë, çfarë trajton kjo mjekësia sportive? Mjekësia sportive te neve kohës fundit është bërë diçka më e shpeshtë. Kemi pacientë që lëndohen zakonisht gjatë aktivitetet sportive, sidomos flasim për individ që janë mirën aktivisht me sport, sportist, si futballerët temi, ose çfarëdo lloj sporti, nuk është vetëm ajo. Edhe ato zakonisht dëmtohen me nyjet e tyre. Kam probleme zakonisht me nyjet, ligamentet, tendinët, muskujt që mund t'i lëndojnë. Por pastaj lëndimet e gjurit mund të kenë lëndimet edhe të kryqit të këmbës, të shpatullës, që zakonisht ndodhin të ata. Mirë po, përveç sportistëve, këtu jeni një grup i individëve që mirën me ushtrime fizike. Shkojnë për palestra, ushtrojnë, ato zakonisht dëmtohen më lehtë se sa sportistët. Se ato vetë më nuk janë profesionistë. Më kupton? A mundet në palestër për shembull të ketë një lëndim që do hyj pra në këtë grup dikush i cili nuk është sportist, pra ose nuk merret në mënyrë profesionale edhe me palestër, një person i thjeshtë dëshiron të, le të themi, të humbë peshë, por që ndoshta bën një gabim, për shembull nëse marrim tek pozicionimi i trupit për gjatë ngritjes së peshave ose edhe në për ato aparaturat e ndryshme të cilat janë në palestër. A ndodhin shpesh edhe këto lëndime, pra trajtohen pikërisht në këtë aspekt, në këtë repart? Te neve drejtohen, te neve rregullohen. Dhe sa të shpeshta janë? Shumë të shpeshta janë ato, sepse ato pacientë nuk janë të vetëdijsuar se mund të ndodhë lëndimi. Ato pacientë zakonisht shkojnë për të ushtruar, për të pasur një masë të trupit të mirë. Mirë, po nuk janë të vetëdijshëm se zakonisht neve ushtrojmë pa trener, si thojmë, shumica e të rive. E ato shumë shpesh lëndohen. Edhe zakonisht gjatë ushtrimit mund t'i lëndojnë edhe tendinat, edhe muskujt, edhe menisjet, edhe ligamentet, po edhe zakonisht vinë me dhimbje të shpatullës. Cilat janë më të shpeshta gabimet të cilat bëhen në palestër, që ta kem parasysh dhe ata të cilët ndoshta janë duke shkuar në këtë periudhë, vetë me mendimet e tyre se çfarë ushtrime të bëjnë ose me ndonjë video nga YouTube pa ndonjë trajner personal? Unë mendoj nuk mund të them gabime, mirë po duhet të rekomandoj atyre se duhet të kenë paranxemje të muskujve që për të filluar palestër. Edhe sidoqoftë një individ ose një person duhet të ushtrojë më sa mundet peshën e vet. Mos tentojë të shkojë më shumë se sa duhet.
Ne kemi këtë që kur shkojmë në palestër duam që sa më heron të jetë pisha, aq më mirë mendojmë se dhe aq më rezultate të shpejta të shohim. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, ta kemi parasysh. Po tek sportistët, ata gjithmonë i shohim si njerëz të cilët janë me kondicion të mirë, janë super energjik, nuk lëndohen asnjëherë sepse na duket sikur merren gjatë kohës me aktivitete fizike dhe nuk kanë asnjëherë një lëndim që lidhet me aktivitete fizike, por që siç edhe e përmendëm janë ata pacientët më të shpesht. Cilat janë disa lëndime të cilat me të cilat drejtohen tek reparti juaj dhe sa e vështirë është që ata të rikthehen sërish profesionit të tyre, pra flasim për sportist profesionist, pra që të rikthehen sërish në fushë. Zakonisht sportistët janë fizik të fortë dhe ata çdo muskuj ose tendinë kanë më të forcuar se një person që nuk mirët me sport. Mirë po do të thotë ajo se edhe ato pacient mund të lëndohen shumë lehtë, zakonisht kur nuk e dëgjojnë trupin e tyre. Zakonisht vinë me dhimbje të gjurit, mund të them me dëmtime të menisjeve, dëmtime të ligamentit të kryzuar të parëm, ose me lartë qoftë, si thëmë ne, frakturat. Vinë edhe me dëmtime të shpatullës, dëmtime të kyçit të këmbës, dhe ato pacient duhet të trajtohen, sepse sportistët janë personat që e kanë ëndrat edhe jetojnë për të, edhe ato duhet i trajtojnë në mënyrë sa më të mirë që të kthehen në fushë sa më herët. A ka edhe raste prej të cilave ndoshta pas një lëndimi e kanë të pamundur që të rikthehen fizikut të tyre të mëparshëm dhe e kanë të pamundur që të vazhdojnë këtë si profesion? Këtu mund të them se nëse pacienti e dëgjon mjekun, ortopedin, dhe i përmbush gjitha kriteret që i themi neve, ai mund të kthehet në fushë. Mirë po ka shumë raste të pacientave që janë shkëlojnë fjalët e tona, këshillat e tona, dhe ato do kenë ngecje pak në sport. Fatkeqësisht. Një dëmtim serioz është shpesh edhe ACL-ja. Çfarë mund na thoni më tepër për këtë? Dhe do doja që ta shoqëronim dhe me fotografinë numër 3 nëse mundet regjia të na ndihmoj, që të sqarojmë dhe të kemi dhe një pasqyrë të asaj se çfarë bëhet gjatë këtij lëndimi. Na sqaroni fillimisht se çfarë është ky lëndim. ACL-ja, të kthejmë në fjalën shqipe, është ligamenti i kryzuar i parëm i gjurit. Edhe ajo është një stabilizues i fortë i gjurit. Zakonisht në shumën e rasteve kur pacientët ose sportistët, të themi në këtë rast, e lëndojnë këtë ligament, atëherë këtu duhet trajtohet në mënyrë kirurgjikale. Flasim më shumë tek sportistët. Nuk ka zgjidhje tjetër realisht, nëse kaputet, ka raste kur kaputet parcialisht ose totale. Ne shohim në ekran tani e kemi edhe një fotografi e cila demonstron pra duke si në sallën e operacionit, nëse mund të ndihmoj regjia. Kjo është në sallën e operacionit edhe kjo duhet të them se këta pacient ta demonstroj këtë fotografi është një pacient i moshës them 30 vjeçare, 32 vjeçare, i cili ka pas dëmtim të menisqit edhe dëmtim të ligamentit të parëm të kryzuar në një akt. Edhe du të them se këto operacione neve i kryjmë në mënyrë sa më minimal invaziv. Do bëhen vetëm 2 vrima të vogla, edhe përmes vrimave të vogla hymë me skopin e kamerës që e verifikojmë dëmtimin se çfarë ka, kur i ka ndodhur, si i ka ndodhur, edhe në këtë mënyrë neve zgjidhim edhe problemin e pacientit. Vendojmë nëse është ligamenti për të qepur, e qepim, nëse është komplet, atëherë duhet të marrim ligament tjetër prej trupit të tij dhe e vendosim në të njëjtin në pacient. Si mund të vi deri te ky lëndim? Zakonisht këta pacient kur kanë lëndime shumë të forta gjatë te futbollistët ndodhen gjatë vrapimit shumë të shpejtë dhe kthimit të menjëhershëm. Ose kur kanë ndonjë kontakt direkt me personin tjetër, të themi, gjumë me gjumë. Edhe atë ndodhin këta lëndime. Është një problematikë e cila i lejon sportistit që pas ndërhyrjes të rikthehej sërish në fushë? Nëse i hyj kësaj ndërhyrje, ky pacient dhe vendohet ligamenti ose meniskusi, zakonisht duhen të kalojnë 3 gjare deri në 9 muaj për të kthyer në fushë si duhet. I rikuperuar dhe i gatshëm për të vazhduar. Mendoj këto pacient
bas operimi ditën e parë zëhen në këmbë, ecin, lëvizin edhe i ushtrohen terapisë fizikale ku mund të kthehen në fushë, po me aktivitet sportiv të fortë jo. Do doja që të diskutojmë së bashku dhe fotografi numër 2, nëse mund më ndihmoj regjia. Gjithmonë kur kemi këto pamje kështu në sallë, duket sikur është diçka shumë e frikshme, diçka që larg qoftë që ta provojmë ne ndonjëherë, por që janë ndërhyrje të cilat ndodhin në përgjithshmëri dhe për të cilave nuk duhet që të kemi frikë. Mos dash zoti. Çfarë ndodh këtu? E këtu është procesi i operacionit. Në foton e parë pam se i markuar si gjuri është dhe ku do bëhet ndërhyrja, si do bëhet prerja e lëkurës, këtu është gjatë operacionit. Këtu shifet se me 2 vrimat të vogla si bëhet kontrollimi i gjurit dhe problemi i gjurit që do zgjidhet. Kemi skopin, kurse në ekranin ton shifet një pjesë e gjurit, lëndimi meniskusit mund të them, edhe si e kemi trajtuar atë. Mirë, po kjo është vetëm foto, ilustrim. Vazhdojmë me fotografi numër 4. Përmendet se merren ligamente nga një pjesë tjetër e trupit. Prej ku merren zakonisht? Mund të merret prej çdo kon trupit ku kemi ligamente, po zakonisht i marrim tetivat e më poshtë me STG thonë, semitendonozë gracilis, po mund të merren edhe prej pjesëve tjera të trupit. Kështu që nuk është kjo një problematikë që e shoqëron njëri është i pasuar me tetiva sa dush edhe mund të marrim prej kudo. Ajo është shumë mirë. Çfarë ndodh këtu? Këtu është si bëhet duken edhe ato 2 vrimat të cilat e ju i përmendët. Ato vrimat e vogla që në anë është skopu i kamerës, tjetër anë bëhet check-in se sa është i dëmtuar meniskusi. Në anën tjetër në foton e ekranit nalt aty shifet se si bëhet qepja e meniskusit me një metodë jashtë brenda, pa mos hyrë në detale. Gjithmonë kemi atë idenë që kur bëhet një ndërhyrje kirurgjikale, mendojmë se pritet lëkura, hapet, bëhet ndërhyrja dhe qepet. Ndërkohë që tani siç duket ka evoluar aq shumë mjekësia se që veç kaq janë. Mjekësia sportive ka evoluar aq shumë se që çdo lëndim, çdo operacion mund ta kryejmë në mënyrë artroskopike. Është minimal invazive, bëhet me 2 vrima, ato vrimat mund të jenë maksimum 1 centimetër, edhe mbres vrimave mund t'i trajtojmë çdo lëndim. Kështu që kjo e hedh poshtë atë idenë që kemi për operacionin gjithmonë. Shikuesit tanë se nuk zakonisht mendojnë të folme ashtu popullata si thotë, do e çelim komplet gjurin për të operuar një pjesë të meniskusit të ligamentit. Jo, bëhet në këtë mënyrë, është minimal invazive e rikuperohet shpejt. Vazhdojmë me fotografi numër 5. Pra kjo është një aspekt tjetër. Kjo është bashkëngjitur me foton tjetër. Këtu shihet si bëhet edhe pjesa e ligamentit. Është matja e ligamentit në ekranin e monitorit mund të shihet atë kanal se kemi bërë matjen e ligamentit për të venduar. Në proces të fundit ka qenë operacioni këtu. Me një operacion kemi pas dilëndime edhe me nisjen medial edhe ligamentin e kryzuar. Sa të gjata janë zakonisht këto ligamente? Sepse nuk mund ta kemi një ide, ligamente, çfarë është, sa të gjata janë, sa është një muskull, si lidhen këto me njëra tjetrën, pra përgjigjet që nuk është i fushës, duken si gjëra shumë abstrakte. Muskuli si muskull është muskull, e kur mbaron, kur ngjitet në kocë, ashtu ta kuptojmë shqip për shikuesit tanë, kur mbaron, kur fillon të ngjitet në kocë, bëhet si tetiv. Mirë po, në gjumë brenda, ata janë ligamentet. Më kupton, ato të gjata mund të jenë zakonisht 4-5 cm, 6 cm. Normalisht varësisht edhe vendit se ku varet edhe për personit fizik, mund të jetë dikush shumë i lartë, i gjatë, edhe ai ka pak më gjatë. Që të mos vit deri këtu, faleminderit Regjia me fotografit, që të mos vit deri këtu, si mund të parandalohen këto lëndime? Po mos vit deri këtu, duhet të kemi kujdes zakonisht para çdo aktiviteti sportiv duhet të kemi nxemje të muskujve, edhe duhet të forcojmë muskujt stabilizues të këmbëve dhe të trupit. E mandej të fillojmë me sport. Do duhet trumi edhe të mbajmë peshën tonë në një body mass index të thamë sa je gjatë atë qesh edhe me kilogram. Më kuptoni. Pra të mbajt një fizik i shëndetshëm. Fizik i shëndetshëm, trupi mirë, aktivitete sportive, edhe nxemje çdo herë para çdo sporti. Kjo pra vlen si për sportistët profesionistë, si për ne të tjerët. Po.
Gjithmonë. Një aspekt tjetër i ortopedisë është edhe ajo pjesa pediatrike. Si në çdo aspekt tjetër të mjekësisë, kur vjen puna tek fëmijët, gjërat bëhen më të ndjeshme dhe më të komplikuara. Kur vjen puna tek ortopedia, si trajtohen këto lëndime? Shpeshherë ma merr mendja se ata nuk dinë kur bëhet fjalë për fëmijë më të vjeçër, që nuk dinë ta tregojnë fikse çfarë ju dhem apo mënyra se si ju dhem dhe besoj se kjo a vështirëson punën. E vështirë, vërtet. Është shumë ndjeshme kjo pjesë, neve kemi mjek të specializuar në klinikën tonë që mirën vetëm me ortopedin e fëmijëve. Ne kur kemi kësi lloj rasti me fëmijë, përpos fëmijën që kemi pacient, kemi edhe prindërit pacient. Duhet njëkohësisht ta trajtojmë edhe fëmijën, po edhe prindërit të qetësojmë. Zakonisht shtash në këtë kohë bën kontrolla rutinore, pas lindjes fëmija në muajin e parë shkon në ortoped, pa muajin e tretë, muajin e gjashtë, muajin e nëntë, edhe çdo problem vetëm se ka nisë të zvoglohet problemat. Zakonisht kemi pas probleme me problemet të fëmijët me kofshë, displazion të kofshës. Mirë po nga kontrollat rutinore që i bëjnë te ortopedat tanë, këto probleme janë minimalizuar shumë. Një shqetësim që ndodh shpesh tek prindërit, tek fëmijët e vegjël, pra flasim në moshën 1 deri 3 vjeçare, le ta generalizojmë kështu, është edhe ecja e fëmijëve. Pra, deri në moshën 1 vjeçare thonë s'ka lidhje, hajde se do jesë, është ende i vogël, ndoshta është pak më dembel se fëmijët e tjerë, por pasi kalon mosha 1 vjeçare, 1 gjys, 2 dhe fëmia ende nuk ecë, besoj se kjo bëhet një situatë shqetësuese për prindërit. Çfarë ndodh në këto raste? Atëherë zakonisht fëmijët duhet të ecin, do fëmijë ecin shumë herët, 10 muaj, 11 muaj, do fëmijë 13 deri në 14 muaj. Mirë po nëse kalon 1 vjet e gjysmë, më andej atëherë duhet të ketë një konsultë ortopedik patjetër. Cilat mund të jetë ato shkaqet që një fëmijë nuk po ecë? Mund të ketë shumë shkaqe, mund të ketë shumë sëmundje. Pa hyrë në detaje, mund të jenë shumë shkaqe që mund të vinë deri te mosecja e fëmijëve. Ato zakonisht lidhen me sëmundje neurologjike ose sëmundje pediatrike, të cilat duhet të evidentohen edhe duhet të testohen ato fëmijë, pacientët temi. Pra në këto raste duhet që të merret mendim nga disa reparte të ndryshme të mjekësisë për të ardhur një diagnozë përfundimtare. Definitivisht po. Një aspekt tjetër i ortopedisë janë edhe protezat, shumë të njohura edhe të përdorura ditëve të sotme, duke sigur njerëzit i njohin, kanë disa informacione, por sërish nëse mjeku ju thotë se duhet të vendosh një protezë në eshtra, jo ato të stomatologut, gjithmonë është ajo frika. Po çfarë tani? Po çfarë nëse nuk do funksionoj pra lëvizjet fizike siç i bëjnë në kushte normale, çfarë mund të jenë pasojat, a ka ndonjë mënyrë tjetër për të zgjidhur kjo problematik? Si qëndron puna? Çfarë janë këto proteza dhe në cilat raste janë më të nevojshme? Atëherë kur kemi fjalën për të protezat, ne kemi proteza implante të gjitha nyjeve, zakonisht të gjurit dhe të kofshëve i operojmë. Mirë po, pa t'i dallojmë dy sende, protezat që vendohen në gjuhë dhe në përgjuhë në përnyje, edhe protezat zakonisht vendohen edhe kur kemi aksidente të rënda, kur kanë amputacione të këmbëve, ato pacient vendohen proteza për të rikthyer në jetë. Mirë po protezat e gjurit zakonisht ose të kukut vendohen te pacientët që janë në moshë, artroze e hershme ose artroze e voshme, zakonisht ndodhet te pacientët mbi 50 vjeç. Atëherë kur harxhohet vetëm kërca e butë e kosit të themi, quhet artroza dhe duhet trajtohet në mënyrë kirurgjikale. Atëherë vendohen protezat e gjurit ose protezat e korllukullës që zakonisht kalojnë shumë mirë dhe nuk kanë probleme. Rikuperimi bëhet shumë i shpejt, sot operohen, të nesërmit vendohen në terapi fizikale, çohen ecin dhe nuk kanë probleme. Një dyshim është gjithmonë se a do e ndjej një sikur ta kem pjesë të trupit? Po, edhe shumë pacient kemi se zakonisht këto pacient vjen në fund të operacione dhe kur gjitha lëvizjet e pacienteve bëhet jeta më e rëndë, procesat fiziologjike i kryejnë më rëndë, kanë dhimbje të shpeshta, nuk ndalen as me terapi fizikale, nuk ndalen as me medikamente që marrin, as me injeksione, atëherë e bin që të operohen.
kur operohen shpeshtojnë tek shbo më herët. Kështu që kjo shkon si porosi për gjithë ata të cilët ndoshta kanë këtë dilemë në këtë momente. Po. Në cilat raste vendohet më shpesh proteza e gjurit, le të themi? Kur është e rekomanduar? Është e rekomanduar atëherë kur kemi fazë të vonshme të artrozës. Artroza mundohemi ta parandalojmë artrozën qysh në moshë më të re, kur kanë predispozitë do pacienta, ato vinë si pasojë gjenetikës së pacientit, mund të themi, stili jetës e si bën pacienti, po mund të vijë si rasti mikrotraumave ose traumave që i ka pasi më herët, edhe fillon procesi i artrozës. Vendohen protezat të gjurit atëherë kur mo procesi konservativ nuk ndihmon këtu, nuk ka efekt. Harxhon gjitha resursat e proceseve konservative dhe operohen, vendohen protezat të gjurit. Pra është provuar me të gjitha metodat e tjera dhe si zgjidhje e fundit me vetëm kjo. Para se gjithashtu neve çdo herë provojmë dhe rekomandojmë që t'i bëjmë gjitha proceset tjera para operacionit që të shkojmë me mënyrë konservative të trajtojmë, mirë, po kur nuk ka efekt, atëherë vetëm se na jetë fund operacioni. Do doja që të diskutonim edhe për disa pamje të cilat na i keni sjellë, nëse mundet ju lutem energjia fotografi numër 6. A ka një moshë, një kufi ndoshta të moshës se kur duhet që të bëhet apo që mos të bëhet vendimi një proteze në gjuhë, meqense e përmend? Kemi dy raste ti përmendim këtu. Kemi edhe në moshë të re kur vendojmë proteza të gjurit ose karllukullës. Kemi pacientë që kanë sëmundje reumatologjike të ndryshme, edhe ato pacientë shumë herët e zhvillojnë pjesën e artrozës. Edhe ato pacientë nuk mund ndërojnë më shumë edhe duhet t'i operojmë. Kemi pas raste më të reja në klinikën tonë 18 vjeçare që kemi operuar ose 18 vjeçare me protezë të karllukullës. Kemi edhe me protezat të gjurit që i operojmë shumë herët. Ajo varet se si sistemi i njeriut çfarë sëmundje ka. Mirë, po zakonisht te neve protezat vendohen kur në moshë më të shtyr, mbi 50 vjet. Është artroza avancuar, është artrozë më ku thamë që nuk ndihmon asnjë mënyrë konservative, dhe atëherë bëhet operacioni i gjurit. Çfarë ndodh këtu? Këtu në foto. A është kjo ajo që jemi duke diskutuar? Kjo është një operacion i gjurit që vendohet protezë e gjurit. Mirë, po kjo është metodë më invazive se ajo mjekësia sportive që diskutojmë, se këtu duhet bëhet qelja e gjurit më tepër për të venduar proteza. Këtu kishim kënaqësinë me një kolegë nga Greqia për ta promovuar aerobotin, se si punohet edhe gjuri me robot. Dhe këtë kemi operuar disa pacientë në klinikën tonë ku janë gjithësisht të kënaqur. Dhe kur themi se janë të kënaqur, do të thënë se operacioni ka shkuar me sukses dhe faza e rikuperimit po ashtu. Edhe rikuperimi edhe operacioni ka shkuar super. Dhe se mundet ju lutem energjia dhe fotografi numër 7. Duket si diçka e frikshme kur e sheh kështu në pamje të parë, por kur e kupton se sa rezultate të mira ka pas këtij procesi, thot në rregull, po e bëj. E njëjta është edhe kjo foto. Pra ajo çfarë po ndodh është vendosja e protezës së gjurit. Matjet janë bërë, prerjet janë bërë, këtu bëhet finalizimi vetëm edhe vendimi i protezës së gjurit. Pse kanë kaq frikë pacientët nga kjo ndërhyrje? Ta them troç ashtu në mënyrën popullore, shumë pacientë te neve tabu tema është ende se pacientët mendojnë se nuk do ecin më nëse vendohet proteza. Ashtu fjala e pacientit, si thot fjala e popullit. Mirë, po kur vendosim operacion dhe kur i bëjmë operacion, ata pyetja e dytë tina është kur të më bësh komën tjetër. Ata që janë të kënaqur. Dhe kjo besoj është një lajm i mirë dhe është një motiv për gjithë ata të cilët ndoshta kanë frikë në këto momente. Po. Për të folur për lëndimet ortopedike mund të kapim shumë aspekte para të cilave mund të gjendemi, shumë situata para të cilave mund të gjendemi dhe ne vetë. Por cila do ishte porosia juaj për gjithë ata të cilët ndoshta janë duke na ndjekur, ndoshta një këshill për parandalimin e tyre ose për trajtimin e tyre, çfarë mendoni ju se duhet patjetër që të dinë dhe të dëgjojnë në këtë moment shikuesit tanë? Unë mendoj këshilla ime do jetë kështu. Me që dim se jeta është, lëvizja është jetë, atëherë duhet ti dëgjojmë këshillat dhe e mjekut ose ortopedit. Ne jemi për popullin këtu, për pacientët tanë. Kur e këshillojmë pacienti për diçka, atëherë duhet të na xhexhoj, jo ta vëndoj punën ose ti ka asoj ose ta mencohet, të friksohet. Kështu që pa frikë sepse janë probleme të zgjidhshme. Ka probleme të zgjidhshme.
Ne kemi ardhur drejt fundit të emisionit për sot dhe si pjesë e fundit të emisionit ne kemi gjithmonë rubrikën Pyet mjekun ku pjesa shikues kanë parashtuar edhe disa pyetje për ju. Pyetja e parë që ka ardhur thot: doktor, kam disa muaj që ka dhimbje në pjesën e mesit që më zbret deri në këmbë, a mund të jetë hernie diskale dhe a ka zgjidhje pa operacion? Gjithmonë kjo frika, a ka zgjidhje pa operacion është kryesorja? Zakonisht, nëse ka dhimbje më shumë se një muaj, mund të jetë lëndim i muskulit, apo me të vërtet mund të jetë hernie diskale. Edhe një rrjedhë tjetra mund të kalojë pa operacion, në mënyrë konservative, me terapi antiinflamatore që kalon ose me terapi fizikale. Tani vinë me merr mendja dhe tek ju dhe pacientët me një vid diagnozë që e kanë marrë nga interneti, ndoshta Kohës fundit po. Dhe ju sugjerojnë dhe juve se çfarë mund të jetë. Kohës fundit kemi ashtu pacient kemi. A pra që kemi problematik për ju? Jo, jemi mësuar. Jeni mësuar, është më normale. Se kemë problem. Një pyetje tjetër që ka ardhur pranë redakcisë tonë thotë: doktor, kur zgjohem në mëngjes më dhem shumë qafa dhe mezi e lëviz. A lidhet kjo me mënyrën si fle apo është problem më serioz? Mund të jetë edhe ajo, në varësisht prej moshës, zakonisht të rinjt kanë probleme se si e mbajnë qafën, si flenë qafën, edhe çfarë punë bëjnë. Zakonisht kanë dhimbje muskulore ose ka raste kur ka edhe probleme me qafën më serioze si hernie diskale se thotë më herët, dhe ato duhet të trajtohen ose nëse ka dhimbje muskulore të ndryshohet stili i jetës. Të bëhet gjumin mirë, trupin drejt, mirët me aktivitet sportiv për t'i largu dhimbjes. S'ka do me thënë zgjidhje tjetër për këtë? Në këtë rast, jo. Këta janë të shërueshme, nuk janë diçka për të marakos. Nuk janë. Po. Pyetja radhës thotë: doktor, më kërcasin nyjet e gjunjëve dhe shpatullave shpesh. A është normale apo shenjë parandaluese për diçka më të madhe? Kjo kërcitje e gjujve është një fazë ose një simptom, ta themi, zakonisht tek ata që pacientë në moshë të shtyrë, që kanë problem me artrozën, që më përpara e përmendëm se janë operacionet e protezave të gjujve. Zakonisht kur kërcasin gjunjët, edhe kur kanë dhimbje, edhe ato janë njëkohësisht me kontrakturat të gjujve, ose lëvizjen e kanë më problematike, ato persona duhet bëjnë do incizime që ta dimë se problemi çfarë është. Pyetja e radhës thotë: kam qëndruar vite me punë ulur dhe tani ndjej dhimbje konstante në shpinë. Si mund të rregullohet kjo? Si mund të përmirësohet? Fillova po. Fillova po, ndro stilin e të ulurit, bën aktivitet sportiv, patjetër, edhe besoj që dhimbjet do kaloje. Një pyetje tjetër ka ardhur dhe dëgjoj shpesh në fakt si pyetje, thotë: kam filluar të ndjej dobësi në kocka dhe kam frikë nga osteoporoza. Si mund të kuptoj nëse jam në rrezik? Si mund ta kuptoj dikush nëse është në faza të para të osteoporozës ose të artrozës? Neve sot në klinikën tonë e bëmë edhe hapjen e parë në Maqindom për Dexaskenin. Këtu ekziston një farë aparati që i themi Dexasken, i cili bën matjen e densitetit të kockave, të gjithë trupit. Zakonisht këta ndodhin te pacientë që janë në moshë më të shtyrë. Edhe ato pacientë neve i trajtojmë edhe ju sugjerojmë që mbi moshës, themi 50 vjeçare, 55 vjeçare, 60 vjeçare të vinë, që bëjmë termine për Dexasken dhe të shohim se sa është harxuar të themi densiteti i kocit. Dhe ato janë të shërueshme. Ka terapia që i bën peros, tableta që e kthejnë në normalitet kocin. Dhe pyetja e fundit thotë: kam pasur një frakturë para disa vitesh dhe tani më them sa herë ndryshon moti. A është normale kjo apo duhet kontroll? Gjithmonë e kanë të gjithë ata të cilët kanë përjetuar një frakturë në jetën e tyre, e ndjejnë se do ndryshojë moti sepse kanë dhimbje pikërisht aty ku e kanë pasur frakturën. Unë mendoj se kjo na ka metë si moto pi më herët. Më shumë më lidh me fazën psiqike këtu, se një frakturë me ndryshim kohe mund ta ndjesh, ama të dhombe nuk mund të dhombe. Sa është rikuperuar, më është shëruar gjithçka. Që nuk shërben dot si parashikim moti, jo? Jo, definitivisht jo.
Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot, që nda disa informacione me ne. Për më shumë besoj se mund të drejtohen dhe në klinikën e Shkupit, ku mund të bëjnë të gjitha kontrollet dhe të gjitha dyshimet që i kanë të mund t'i shuajnë dhe të marrin përgjigje për gjithçka që ju intereson në aspektin e osteoporozës, besoj se jeni në dispozicion të gjithë pacientëve. Ishte kënaqësi që isha me ju, faleminderit sa njëherë për ftesën. Faleminderit juve që ishit pjesë.